Lajmi i fundit, Amerika drejt Kubës. Anija luftarake më e madhe në botë Abraham Lincoln gjendet përballë brigjeve të Kubës, gati për sulm, e dëgjuat mirë. Dhe të gjitha portalet dhe gazetat më të rëndësishme tani kanë shpërthyer me kritika nga më të ndryshmet kundër Donald Trumpit, kundër atij presidenti që para pak kohësh ishte tifozi i parë për të sjellë paqen në botë. Pra çfarë po ndodh? Tani po ju tregoj disa sekrete ose disa lëvizje që po bëhen në botë. Jo sepse unë i di të gjitha, absolutisht jo, por mundohem që të informojmë. Dhe këto janë nga ato informacione që padyshim nëse ndodhin atje do të bien edhe mbi ne. Kështu që më ndiqni me kujdes kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Anija luftarake më e madhe në botë Abraham Lincoln gjendet përballë brigjeve të Kubës dhe të gjitha portalet, të gjitha revistat, të gjitha lajmet flasin pikërisht për këtë fakt. Pra për faktin që Donald Trump kërkon të marrë Kubën, kërkon të sundoj Kubën, thon disa gazeta latine. Por a është e vërtet dhe çfarë po ndodh? Atëre, duhet të dini që në një darkë që kishte bërë para një jave, Donald Trump, një darkë private ishte, kishte lënë një intervistë Gjoja Tërthorazi për disa miqtë e tij, duke deklaruar publikisht që do ta marrë ishullin, pra Kubën, në një kohë shumë të shkurtër. Nuk tha direkt Kuba, por tha ishullin. Do ta marrim ishullin në një kohë shumë të shkurtër. Atëherë, për ata që nuk e dinë, situata në Kubë është tepër e rëndë, sepse në këtë periudhë që po flasim ka probleme të mëdha ekonomike, por mbi të gjitha edhe të energjisë elektrike. Për shembull, Havana, që është një nga vendet me më shumë popullat, ka një krizë energjie të pashoq, sepse duhet të dini që çdo gjë varet nga energjia sot, kudo që t'jemi. Me një fjalë, zhvillimi ynë varet direkt nga energjia. Për mos të folur pastaj për bankat, për shtëpitë, për ngrohje, për ftohje, për makina, për çdo gjë. Pra makineri, po flas të fabrika etj etj. Merreni me mend në qoftë të se nuk do të kishte energji elektrike në këtë periudhë që po flasim ne bashkë. Nuk do të flisim nëpër telefona, nuk do të kishit kompjutera, nuk do të kishit para, sepse paraja lëvëron nëpërmjet bankave dhe bankat kanë nevojë për rrymë elektrike. Njëkohësisht edhe fabrikat lëvizin në këtë mënyrë, por nuk ka as punë, sepse ndalon puna. Pra ka një kaos total. Ajo që po ndodh në Havana dhe që shumë pak po flasim. Në fakt, ai ministri i parë Miguel Diaz e tha publikisht që ndonse ne tani gjendemi në një kaos total, Amerika po kërkon që të na shkatërrojë totalisht dhe nuk është e drejtë. Por nga ana tjetër, pse po ndodh kjo gjë? Pra pse Donald Trump po shkon drejt Kubës? Pse kërkon që të marrë Kubën? Atëre pikë së pari duhet të dini që Donald Trump në këtë periudhë ai mendon për atë për publikun, pra për gazetat dhe për ata gazetarët që flasin, ai do që të shkojë drejt Kubës kundër regjimit, sepse është ende regjim komunist. Duhet të dini që ky Miguel Diaz, Migueli është vetëm një krau i djath i Raul Castro. Raul Castro është vllai i Fidel Castros, sepse Fidel Castro, kur vdiq, la vllajën e tij, pra Raul Castro. Dhe Raul Castro la dikë tjetër, pra këtë Miguelin. Kështu që Amerika dhe Donald Trump e di shumë mirë që këtu kemi të bëjmë vetëm me një lidhje politike mes tyre. Dhe në një periudhë si kjo, që është një periudhë vërtet delikate, pra të resurseve të shtetit, pra pasurisë të shtetit kuban, që pothuajse janë bërnut, kanë shteruar dhe janë shkatëruar totalisht, në këtë periudhë ai thotë që duhet vetëm që të rimëkëmbet shteti, pra vendi. Por kjo është njëra pjesës ajo që tregohet pra publikisht. Nëse mbani mend para ca kohësh, kemi folur për Donald Trumpin dhe projektet e tij. Pra kush është projekti i Donald Trumpit? Sepse nuk është se dikujt i intereson shumë nëse një shtet është mirë apo është keq, është një shtet komunist ose jo, sepse nuk i pëlqet fare. Për shembull, kujt i pëlqet nëse në Shqipëri apo në Kosovë apo në Maqedonia o Mallzi, çfarë politike ka? I interesojnë atyre që kanë gisht, pra nëse kanë pasuri ose marrëdhënie ekonomike me atë vend. Më thoni nëse nuk është kështu apo jo. Pra nëse kanë marrëdhënie me atë vend, vetëm atëherë u intereson vendeve, jo vetëm vendeve fqinj, por kushdo nga ato vende që kanë marrëdhënie ekonomike ose gjeopolitike. Për shembull, Kosova i intereson shumë Amerikës dhe Evropës.
Pikërisht pra sepse është një vend strategjik që lidhet me vendet e ish Jugosllavisë, pra me Rusin, dhe duhet të rri me do e mos si shtet i pavarur. Pikërisht pra sepse u intereson që të marrin një pjesë tjetër, pra nga ish Jugoslavia, njëkohësisht shpresonin që me kalimin e kohës të marrin edhe Serbinë e tjerë. Pikërisht pra për të reduktuar forcën e Rusisë dhe të vendeve aziatike. Pra kjo sepse bën pjesë në BRICS-in, pra gjithë ajo zonë atje. E njëjta gjë pra po mendoj edhe për Donald Trumpi. Pra Donald Trumpi në fundit nuk i intereson shumë Kuba thjesht si popull apo si njerëz, por i intereson pasuritë, marrëdhëniet reciproke që kanë. Në fakt sanksionet që ka vënë tani Donald Trump janë të tmerrshme. Sanksione për taksa që ka vendosur jo për njerëz të thjesht, por e ka vendosur për banka, e ka vendosur për ekonominë, e ka vendosur për biznese të mëdha, fabrika, centrale, pra për të gjitha këto që lidhen me Kubën. E dini se çfarë do të thotë nëse sepse është i vetmi vend që është afër me Kubën, pra që ka relata të mira, por njëkohësisht edhe që mund të ketë edhe eksport-import, pra marrëdhënie, është Amerika. Kështu që nëse tani me këto sanksione, pra me këto taksa që ka vendosur Amerika, nuk do përgjigjet Kuba, pra nuk do përgjigjet që të ketë një mbështetje ekonomike ose dhe gjeopolitike nga një shtet tjetër, unë them se Kuba brenda një vit të shumë, por brenda disa muajve do shkatërrohet totalisht. Sepse këto që po heq tani Kuba po mbahet në këmbë vetëm me rezervat që ka, të atyre pak rezervave që ka të viteve të fundit. Tani, pse po e bën Donald Trump, atëherë do pyesni ju, sepse u zgjata ndoshta dhe ju thënë tani pse do e bëj Donald Trump. Ja, unë kam thënë dhe njerë, jo sepse unë di gjithçka, por ato çka di unë, duke u lumtuar së bashku, i ndajmë këtu. Dhe e keni kuptuar që një pjesë prej tyre, pothuajse më shumë se 50% janë të vërteta, sepse askush nuk është perfekt. Unë mendoj që Donald Trump ka idenë e Amerikës së Madhe. Pra ideja Let's do America again, pra Great again, është fjala për të mbledhur të gjitha vendet latine. Pra duke filluar që nga Kanadaja dhe deri poshtë pra në Argjentinë. Pse? Sepse vetëm në këtë forum ai do bëj një shtet të madh, gjigant. Pra do bëj shtetin e Amerikës që me të gjitha pasuritë që ka do ta ngrënë në këmbë dhe do të ribëj edhe të gjitha këto vendet, Venezuelën, Kubën, Argjentinën, të gjitha këto pra do t'i rri më këmbë, sepse nga momenti që futet zhvillimi do jetë për të gjithë, do jetë një Amerika, pra edhe në Amerikën Latine, nuk do t'jenë të ndara, por do t'jenë të gjithë bashkë. Nëse mbani mend, para ca kohësh Donald Trump e tha publikisht që kërkon të marrë edhe Kanadan, ndonse Kanadaja nga ana tjetër u ngrit në këmbë duke thënë jo, ne nuk jemi dakord. Mirë po, Kanadaja është e detyruar sepse gjendet në një zonë ku është pranë Rusisë dhe pranë Amerikës. Nuk mund të mbetet aty ku gjendet. Dhe me kalimin e kohës, unë jam i bindur që edhe Kanadaja do pranojë. Dhe çfarë është ideja e Donald Trumpit? Cila është? Është ideja për të bërë Amerikën duke filluar pra që nga cepi me Rusin deri poshtë në Argjentinë. Pra të gjithë duke filluar nga Kanadaja, Amerika, gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri poshtë pra në Kubë, dali poshtë në Venezuela dhe deri në Argjentinë. Pra ta marrë të gjithë kontinentin të bëj Amerikën e madhe. Let's do America Great Again. Pra kjo është për të bërë Amerikën e madhe edhe një herë. Megjithatë unë do dëshiroj një komenti tuaj çfarë mendimi keni për këtë argument, sepse disa për shembull ky Bruno Pirella, se ka shkuar sepse nuk i mbaj mend, e tha publikisht që ky është një dëm vdekjeprurës për Kubën, pra me këto sanksione, me këto kushte që ka vendosur Amerika. Dhe nëse ne jemi në gjendje që ta përballojmë këtë situatë, që ndonse është e vështirë, atëherë s'ka pse të futet Amerika që të na thotë se çfarë duhet të bëjmë. Dhe tjetra, nuk mundet që të vë sanksion, të vë taksa në këtë periudhë që është shumë delikate për ne. Pra, edhe vetë ministri i Kubës, pra ministri i parë Miguel Díaz, e tha publikisht që nëse Kuba do të vazhdoj, pra me këtë hap, siç po vazhdon tani, pra me këto
probleme ekonomike, shoqërore dhe mbi të gjitha të dëmeve të energjisë elektrike, që është kryesorja, padyshim thot në një kohë shumë të shkurtër, ndonse unë jam optimist thot, duhet të kërkojmë ndihmë thot nga shtetet të tjera. Dhe është për të ardhur keq sepse situata është vërtet shumë drastike në Kubë, por nuk është vetëm në Kubë. Pothuajse në të gjithë Amerikën Latine, në disa vende. Në fakt, do ta shikoni pas pak që do të jenë edhe vende të tjera që Donald Trump do kërkojë që të mbledhi pra për të bërë Amerikën e madhe. Megjithatë, sot do të kemi edhe lajme të tjera padyshim për sa i përket anijes luftarake Lincoln që është që gjendet në brigjet e Kubës, dhe në ditët në vijim jam i bindur që do të arrijë edhe pjesa tjetër e ushtrisë amerikane për të qenë gati pra për të sulmuar Kubën, dhe do ta marrin brenda një kohe shumë të shkurtër. Ky është mendimi im, megjithatë pres komentet tuaja, kalofshi një ditë bukur.